po vetëm më tha se juve ju pret tash një jetë shumë e rëndë. Ky fëmijë ka ardhur mbas 11 viteve edhe është dhuratë prej Zotit edhe do ta pranojmë ashtu si do jetë. Ne para se me ardhur Ëmbla, kishim në jetë vetëm ëndrrën. Ajo ishte gjithçka për neve dhe gjithmonë, do me thënë, ajo vetëm rriteshte, shkonte në shkollë ëndra dhe gjithmonë kishte dëshirë për një vëllau si një motër, sepse kur ktheheshte prej shkollë gjithmonë thonte se shoqet e mia kanë motër, kanë vëlla, e dua edhe unë një edhe kështu, mbas 11 vite u plotësua dëshira edhe ne priqim një fëmijë së bashku, e dinim se është vajzë dhe njeku ku ne i mbanim ato kontrollat kryesori si i kishim, na tha se për shkak të moshës, unë moshën 39 vjeçare e kam lindur Ëmbla, na tha se duhet të bëjmë një test ku të shifet fëmia është i shëndosh apo vuan për ndonjë problemi që mund të ketë. Dhe ne së bashku me bashkëshortin tim kërkuam prej mjekut pak të mendohemi, të bisedojmë, të flasim së bashku. Dhe pasi e diskutuam së bashku edhe erdhëm në përfundim të di së bashku se ky fëmijë ka ardhur mbas 11 viteve edhe është dhuratë prej Zotit edhe do ta pranojmë ashtu si do jetë, si do t'na e falë Zoti. Pa me ditur, pa me më shkuar mendja se mund të ndodhet, do me thënë, secili prind pret një fëmijë të shëndosh, kupton? Po. Dhe erdhi dita edhe lindi Ëmbla, do me thënë, Ëmbla ka lindur me sindromën Down. Unë ende jo e vetëdijshme, Ëmbla ka pasur edhe probleme shëndetësore dhe dërgohet për në qendër spitalare. Gjatë lindjes? Po, gjatë lindjes. Unë mbete në spital, do me thënë, unë e kuptoj se vajzën e kam me problem mbas 3 javësh. E disha se nuk e sjellin vajzën ti me krejt nanave u asjellshin fëmijët e tyre. Vajza ime nuk ishte edhe mendoja se ashtu duhet sepse për herë të parë kisha një lindje cesariane. Andra ishte një lindje normale. Edhe ashtu mendoja se këtyre grave që e kanë kështu lindjen nuk u asjellin fëmijët, ndoshta për shkak nëna është pakës më e dobët. Po kur kuptova se vajzën e kam në shkup, ajo ishte tmerr. Por ama ende nuk e disha se është me sindromën Down. Pasi dalëm prej spitalit edhe i bashkangjitem vajzës në shkup, edhe 3 javë deri 1 muaj kemi qenë bashkë, sa ajo kishte edhe një problem tjetër me bilirubinën e shumë të lartë, edhe u dash të rim në spital, por jo për shkak të sindromës Down. Ende nuk dinim asgjë për sindromën Down. Mendoheshte se mund ta ketë sindromën Down vetëm nga pamja e jashtme, më kupton? Por ama ende konkrete s'diheshte. Dhe në një ditë, bashkëshorti im bashkë me vajzën time të madhe vinë për vizitën edhe në dhomë kishim njeken me studentët. Me studentët e vetë edhe ajo u sqaron se çfarë problemi ka dhe çka mendohet se mund të ketë dhe në atë moment vjen rezultati se Ëmbla vuan prej Down sindrom. Edhe ajo që tash jo të më kthehet të ma sqarone se çfarë është Down sindromi, po shpjegon studentëve, edhe unë vetëm dëgjoj edhe ajo ishte, do me thënë, asgjë nuk e krahasoj, asnjë dhimbje më të madhe se atë rast. Ajo shpjegon studentëve edhe unë jo të më sqarone se çfarë është Down sindromi, po vetëm më tha se juve ju pret tash një jetë shumë e rëndë. Por ama harroj të më thote se keni një vajzë që në vazhdim gjatë gjithë jetës ka me ju falë shumë dashuri. Vetëm këtë se tha, gjithë shka tha, këtë nuk e tha. Edhe kjo ishte pak tronditse për mua. Bashkëshorti im ishte ai që as nuk e mori fjalën e mjekes, as nuk e përpunoj, do me thënë ishte ai më i forti, edhe nuk reagoj as një sen. Tha se vajzën e kemi shumë bukur. Vërtet Ëmbla ishte shumë bebe e bukur. Shumë bebe e bukur. Ato sytë e tërhequr ishte shumë e bukur ishte.